Unë kisha edhe më ka bërë përshtypje gjatë kohës që ke folur me Elonën, nga shënimet që po lexoj këtu, Orgesa, ti ke thonë që do 3 vjet të përshtatesh. Por 3 vjet nuk janë 3 javë. Me vërtet. Pra ky është nga shprehjet që më la mbresa që do thotë që ti jo vetëm që nuk e shpresa, po sikur nuk do që të shpresosh. Paktën nuk të mora, nuk do që të shpresosh, nuk do që të mundohesh fare që të përshtatesh. Unë nëse dua mund të bëj shumë gjëra. Unë arrita që deri në nivelin aty të gjermanishës unë të mësoj autodidakt. Tani nuk dua më, kam stopuar. Domethënë me të ardhin në Gjermani unë dhe të mësuarit të gjermanishës e kam stopuar. Ça më shfut në kokë nga kontakti i përditshëm. Dhe mendoj që nuk kam një mungesë dëshire. Ti po e refuzon Gjermaninë. Shiko, mua e di çfarë më shqetëson mua që më vë një pikë pyetje në rast kthimi, nëse diçka ndodh, larg qoftë mua, fëmijëve tim, shoqi, do të bjerë ajo barra mbi mua, shiko se prej teje erdhëm, prej teje ndodhi kjo gjë. Kjo është ajo që mua më luan pak themelet, kurse pjesa tjetër me kënaqësi më të madhe do kthehesha. Po e njëjta barë mund t'i bie edhe bashkëshortit tënd, që prej teje jam këtu. Se ke menduar të, është e çuditshme që ne gratë gjithmonë mendojmë shumë për, më thënë, e marrim gjithë peshën e fajit ne. Sepse dhe burri duhet të ndihet i tillë, sepse prej tij je aty. Po, absolutisht, por im shoh që sipas atij dhe sipas shumë njerëzve të tjerë dhe të dhënave statistikave, Gjermania është një fuqi botërore për ekonominë, ka një infrastrukturë. Lëri statistikat atje si jeni juve. Ka shumë gjëra. Statistikat janë për tjera gjëra, nuk janë për të përditshmen. Unë me këto gjëra që kam as këtu, jeta nuk më duket dhe aq sociale. Këtu sociali është për ata që nuk kanë mundësi të punojnë, se ata që kanë mundësi të punojnë u bien kokës me gjitha gjërat, me taksa, me gjitha.